sa të pranishme e keni në komunikimin me besimtarët elementin e shpresës dhe sa i pranishëm është shpresa përgjithsisht në botkuptimin fetar, në narrativën fetare që buron edhe nga libri i Zotit, por edhe nga modeli profetik. Që nëse ai nuk e zgjedh rrugën e shpresës, ai ka më zgjedh rrugën e dëshpërimit. Edhe sot është një fenomen që ka qenë në të kaluar, por ka qenë shumë i rrallë. Ndërsa sot na po e shohim këto ditë fenomeni vetvrasjes, që është një fenomen shumë i rrezikshëm. Do të thotë shumicën e rasteve vjen te humbja e shpresës, rezultati i humbjes së shpresës vjen derisa dhe jep fund jetës. E zgjedh atë rrugën që nuk duhet më zgjedh. Përderisa vetë profeti thot në hadith që nëse është bok, e shihni që është bok kiameti, ka filluar do të thotë më shkatërru çdo gjë. Edhe në dorën e ndonjërit për juve është një fidan, gati për të mbjell? Gati për të mbjell dhe të mbjell, por nuk ka shpresë që dikush ka me përfitu për tina, ka me hongër për ti. Po jo, me këta simbolizëm pejgamberi sa që pa marrë parasysh gjendjes, pa marrë parasysh rrethonave, nuk guxon me humb shpresën, se pasojat janë shumë të mëdha. Këtu është rreziku do të thotë kur njeriu e humb shpresën. Atëherë na duhet me kënd vetëdijshëm që pa marrë parasysh situatës Zoti ka pru shembuj shumë në Kur'an, cilët nëse nalesh edhe i analizon, thu me të vërtet në këtë gjendje a ka ndonjë si harish për me mbajt shpresë, sikur që është rasti që e ka përmend Zoti pejgamberin e tij Yunusin a.s. I cili e ka ftu popullin e vet, mirë po një ditë u dëshpëru që ata nuk dojnë mu përmirësu edhe largohet prej tyne. Edhe e zgjedh me u largu edhe hyp me një anije. Pa mos hinë shumë detaje, edhe populli tina Zoti e çon pastaj një re zez, edhe populli ju kujtohet fjalët e Yunusit, dojnë sikur mu pendu. Po Yunusi më nuk është prezant me ta. Yunusi ka ikë edhe hyp në anije. Kur hyp në anije, tash anija do të thotë valët e detit edhe rrezikohet tregtarët nisin me gjujt mallin për me letu peshën e anijes, edhe vendosin që dikush duhet me kcy në ujë, me u largu pe anijes për me letu. Sa herë që hellshin short, i bike Yunusit a.s. Yunusi më ne që një gjunaqar është, po nuk e dike që kjo është gjunaqari. Këto është një mësim ndoshta shumë e rëndësishëm që largimi i një njerit adekuat, i cili është në profilin e vet, i dobishëm për shoqërinë, edhe pse tjetër nuk ja din vlerën, nuk i përgjigjen, nuk guxon me hek dorë, se pasojat janë të mëdha. Edhe Yunusi u largu. Pastaj detyrohet do të thotë me kthy në oqean. Edhe thonë dietarët, Yunusin e kanë shoqëruar 3 errësira. Është errësira e oqeanit, errësira e natës, edhe errësira që e ka gëlltit balena, barkun e balenës. A ka ndonjë shpresë këtu? Kur fraqasi s'ka pas mundësi me pas me dikon që më ndihmu. Do thotë gjitha rrugët ju kanë mbyll. Mirë, po shpresën te Zoti nuk e ka humb. Kjo është ajo që do thotë duhet me pas njeriu. Pa marrë parasysh çfarë do errësie. Pse po thotë pejgamberi thotë durimi është dritë. Durimi është dritë. Se kur të vjen fatkesia është ndërlidhur dhe me durimin, po. Po, se do thotë fatkesia është errësirë, me të vërtetë tërrohet para syve. Mirë, po shpresa që kam u bë më mirë, gjithmonë ajo që na jep vullnet për me lëviz.